jemi të blokuar nga sjelljet arbitrare të partisë që ka fituar. Koha është që ta verifikoni atë që keni thënë gjithkohë se keni arritur shumicën e re parlamentare. Sot në GCO-n që do duhet të ishte për një qeveri të re, nuk dëgjuam ekspoze për këtë që do duhet kinë se të vende, po më shumë e lexuam apo e dëgjuam një rekujem për qeverinë e kaluar, një panegjerik imagjinar për kinë se të bëmat e saj, dëshmitar të cilës janë qytetarët e Kosovës më së miri. Kanë kaluar mbi 8 muaj që jemi të blokuar nga sjelljet arbitrare të partisë që ka fituar numrin më të madh deputetëve dhe kemi qenë dëshmitar të një fjalamanie të kemi apo s'kemi vota. Andaj, sa na përket neve, si Partia Demokratike e Kosovës, koha e fjalëve ka marrë fund, koha është që ta verifikoni atë që keni thënë gjithkohë se keni arritur shumicën e re parlamentare. Ka mbi 8 muaj që ju kemi dëgjuar zoti Kurti duke thënë se konstituimi i kuvendit është përgjegjësia e gjithë deputetëve, ndërsa themelimi i qeverisë është përgjegjësia jotja. Andaj tani ju bëjmë ftesë që ta dëshmoni këtë përgjegjësi duke hedhur në votim me një herë dhe sa më parë votimin e qeverisë që sapo e propozuat.